Bravo! Jepi, Rama. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbar Shqipërisë, demokrate e demokrat, opozitarë dhe opozitare, shqiptarë dhe shqiptare, kudo që ndodhin sonte, përshëndetjet më të përzemërta. Për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur të Shqipërisë, Shqipërisë së shpresës, Shqipërisë së fitores. Të dashur miq, zhvillimet e ditëve të fundit bëjnë që ne të mblidhemi sot në të shesh në këtë bulevard në kushte ndërmë alarmantet. Ndoshta jemi mbledhur në kryengritjen tonë paqësore në momentin më kritik të Shqipërisë në 35 vitet e fundit. Ndaj dhe më duhet të nis këtë fjalë me një shprehje që sot tingëllon më aktuale, më rëndësishme se kur. Ata që harrojnë të shkuarën janë të dënuar ta përsërisin atë. Miqtë e mi, Shqipëria është një vend i bekur. Ne jemi të bekur më së pari sepse kemi njëri tjetrin. Ja ku jemi këtu, një det i madh, luftëtarësh, guximtarësh, njerëz të vendosur t'i dalim zot Shqipërisë. Shqipëria është një vend i bekur prej pasurive prallore që Zoti ka dhuruar asaj. Por ne jemi një vend i bekur gjithashtu për traditat tona të mrekullueshme, të mbartura gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, shekull mbas shekulli. Mirë po, nëse Shqipëria është e bekur me popullin e saj, me pasuritë e saj, me traditat e saj, nuk mund të mohohet se ne kemi qenë apo kemi përjetuar shekull pas shekull mallkime. Në një farë mënyre ne kemi përjetuar dhe provuar armiq të egër, të pamëshirë ndaj nesh, armiq që pa dyshim i kanë sjell dëme më serioze kombit ton. Kur ne nuk duhet harrojmë shekullin që lam pas, diktaturën hoxhiste të Enver Hoxhës, krimet shtazore që ajo kreu ndaj shqiptarëve, vrasjet, persekutimet, pushkatimet, kampet e përqendrimit, policinë sekrete fankeqe. S'duhet harrojmë kur izolimin më të thellë që përjetuam, shkputjen e plot të Shqipërisë nga trungu i familjes së vendeve të qytetëruara që i përkiste izolimin e saj nga Europa dhe bota demokratike. Të gjitha këto i vollën Shqipërisë, ju vollën shqiptarëve 45 vite jetë, gati gjysmën e shekullit të kaluar. Asnjë nuk ka dyshime, ndonse sot ka përpjekje për riabilitimin e atij regjimi nga bijt bastard të saj, se Enver Hoxha ka qenë një armik i egër, ashtu siç e quajti Europa, ishte Hitleri shqiptar i pas luftës së dytë botërore. Të dashur miq, ne nuk duhet harrojmë
se partia e Punë dhe Enver Hoxha, ky armik i egër, na qeverisi për 45 vite, pavarësisht krimeve ti monstruoze të panumërta ndaj shqiptarëve. Por sot, çfarë po ndodh me Shqipërinë? Nëse shekullin e kaluar Shqipëria u majt peng 45 vite, këtë shekull, në një kohë me shpejtësi krejt tjetër, Shqipëria po përballet me pasoja akoma më katastrofike. Prej 13 viteve të fundit, pasoja që gryjnë, rënojnë çdo ditë vetë ekzistencën e shqiptarëve si banor të saj, me pasoja që ditën e sotme nga Brukseli, Bashkimi Evropian, për shkak të vjedhjes së papërmbajtur të shqiptarëve nga Ramaduro, dërgon parajmërimin me augurzi për Shqipërinë, si kur më parë në një vend tjetër, parajmërimin për zhbërjen nga e para të udhëtimit ton 32 vjeçar, plot sakrifica, shpresa, ëndra drejt Bashkimit Evropian. Miq, e kemi quajtur rilindjen qeverit paligjshme. Sepse e tillë është, kemi çdo dokument që fakton farsën zgjedhore të 11 majit. Kemi quajtur narkoshtet sepse i tillë është. Kemi 7 rezoluta ku partitë kryesore që drejtojnë sot në Europë dhe në botë pajtohen me këtë fakt. Por jemi treguar të butë. Jemi treguar të kursyer në emërtimet tona, sepse po të marrësh vetëm ngjarjet e ditëve të fundit, absolutisht Edi Rama është në fakt armiku më i pamëshirë i të sotmes dhe të ardhmes së shqiptarëve në Shqipëri. Edi Rama është kërcënimi më i rrezikshëm që të i kalon edhe ato kërcënimet e regjimit stalinist të Enver Hoxhës, po t'ju referohemi shifrave, fakteve, ngjarjeve. Marrim vetëm ngjarjen e fundit. Ishim në pragun e një grushti shteti brenda shtetit. Edi Rama prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presionet të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkhajdutën e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkautorën e vjedhjeve të qindra milion eurove, për të mbajtur bashkhajdutën që ndërtoi rrugën Quks-Qaflloç në një segment 9 milion euro kilometrin, pas një urë, pas një tunel. Aq sa ka kushtuar rruga e Kombit, e cila ka 10 urë dhe tunele me gjata. Dhe afërsisht është 3 herë me gjerë. 2 muaj, Edi Rama u përpoq të bëjë grushteti për të mbrojtur Lubin, sepse mbrapasaj është vetë ai, është vetë Edi Rama. Mirë po, faza e parë e këtij grushti shtetit dështoi. Dhe këtu, ju, burra dhe gra, djem dhe vajza në këtë shesh, ju qytetar, shqiptar, guximtar, keni të gjithë pjesën e kontributit tuaj me protestën tuaj. Rama ik! Fort! Rama ik! Dhe për këte, keni falënderimet dhe mirënjohjen time më të thellë. Revolta juaj në protestën e kaluar dha një sinjal të qartë, brenda dhe jashtë vendit, se ne nuk do të tolerojmë kur grushtë e shtetit për të mbrojtur vjedhjet e Edi Ramës dhe lubisë së tij. Dhe ja ku jemi këtu. Për cilë jani ati hajduti dhe mos e mbroni atë. Ja ku jemi këtu Edi Rama.
edhe grushtë e dytë që po përgatit do të dështoj. Dhe shkurti është muaj kur ne zvarritet diktatorin. Shkurti është muaj kur ne dëshirojmë Shqipërinë. Po të mos ishit ju, vikan, që me guximin tuaj mort në dorë gazin dhe helmin dhe o flak mbrapsht hajdutve. Po të mos ishit ju, që me revolten tuaj shpëtuat nderin dhe dignitetin e çdo shqiptari. Po të mos ishit ju, që me trimërin tuaj shqiptar të vërtet u bët lajm kryesor në Europë dhe në botë. Po të mos ishit ju, që rezistuat përballë helmit të skaduar dhe u përballë dhëm për dhëm me regjimin. Absolutisht, Edi Rama do t'ja kishte dalur me grushtin e shtetit. Por ky grusht shteti dështoi, sepse siç e pat e denoncuam atë dhe në kancelarit më të larta të Europës, kur puthadorët e regjimit shpërndanin lajme të rreme se gjasët Berisht ju ndërprej fjala në Strasburg. Në fakt, unë po bëja detyrën time para jush, po denoncoja me forcën më të madhe në aulën e demokracisë europiane Edi Ramen, si kryehajdut i kombit shqiptar, Ramaduron, si ndërtues të shtetit parë dhe të vetëm narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë. Kjo pra miqtë e mi, është opozita e vërtet. Revolta juaj është sot zëri i ndërgjegjes qytetare, zëri i dignitetit qytetar, zëri i ndërgjegjes kombëtare, zëri i dignitetit kombëtar. Zoti u bekoft ju, familjet tuaja dhe shqiptarët kudo që janë. Miq, mund të thonë shumë gjëra kundër nesh. Mund sulmojnë ditë dhe natë me banalistë dhe televizionet e qeverisë. Por e vërteta është se ne, opozita e vërtet, në revoltën tonë, parandaluam grusht e shtetit më të rrezikshëm në historinë e Republikës së Shqipërisë. Mirë po, fituam një betejë. Fituam një betejë shumë të rëndësishme, por nuk kemi fituar ende luftën. Edi Rama, siç e pat, i ka shpallur luftë drejtësisë. Ai deklaroi se në fazën tjetër të grushtit të shtetit nuk do të përfill vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe nëse ne duam të çojmë në fund këtë betejë, nëse ne vërtet duam të shpëtojmë Shqipërinë, ka ardhur koha që Edi Ramen, që tentoi grushtin e shtetit dhe deklaron se nuk heq dorë nga grushti i shtetit, ta shpallin arbikun jo vetëm më të pamëshirë, por dhe më të rrezikshëm për shqiptarët dhe Shqipërinë. Edi Rama është armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë, jo vetëm prej ngjarjeve të fundit. Çdo shifër, çdo zhvillim i këtyre 13 viteve flet për një rënim të Shqipërisë me autor kryesor Edin Ramen. Paniçin shqipfols për shqiptarët. Të dashur miq, dje në Hag, prokuroria paraqiti një pretenzë kundër ish udhëheqjes politike të Kosovës, identike me pamfletet e propagandës së verbër ultranacionaliste serbe. Nga kjo platformë në emërtuaj, i shpret besim në plot gjykatësve, u bëj thirrje të vlerësojnë gjithçka mbi bazën e ligjit, të shpallin pafajësinë atyre burrave që me guxim dhe heroizëm mbrojtën 10 mijëra shqiptar nga genocidi me jegër, genocidi serb. Zotëri gjykatës,
Ballkani ka njohur genocide të tmerrshme. Dhe dy janë sot faqezit më të mëdhej të tyre. Aleksandar Vučić në Beograd, që mori pjesë safarin e qytetarëve në Sarajev dhe që nuk njeh genocidin serb në Bosnjë. I dyti, argati i tij, Edi Rama, që ka përzën 1 milion shqiptar, i cili me kusht këtë kalkulueshme për largimin dënohet për krime kundër njerëzimit dhe genocid në përputhje me konventën e Organizatës Kombëve të Bashkuara në enin 5 të saj. Ndaj dhe zotëri gjykatës, për të bërë drejtësinë, duhet që këto dy monstra të ulen në Hag para jush dhe jo luftëtarët e lirisë. Të dashur miq, Edi Rama në 12 vite ka marrë përsipër misionin makabër të shpërbërjes së kombit ton, pasurisë më të madhe që ka Shqipëria, duke e përgjysmuar atë në 10 vite, duke shtruar në një të ardhme jo të largë Shqipërinë, në një territor gjeografik të zbrazur nga banorë të saj të lashtë mijëra vjeçar, të zbrazur nga shqiptar. Kush u largua këto vite? Ke përzuri Edi Rama nga Shqipëria, ka përzër gjërësisht moshën e re, ka përzër i ri, duke i rëmbyrë Shqipërisë të ardhmen. Shqipëria pa rini do të thotë Shqipëri pa të ardhme. 300 apartamente rezulton se ka lubia, ndërsa 104 vite duhet të paguaj njëri për të blerë një apartament dhe ndërtuar folen e tij. E kuptoni se s'mbrohen hajdutët. O të nderuar policë, ikni më mirë se s'keni punë aty. Deni, betejën e kemi me hajdutët. Ka përzën shtres të mesme, duke o bërë jetën pa përballueshme. 33.000 euro pin verën, shish në vers në vit. Pin pra një shish e verë, sa që mirë një 6 për jush, rogën vjetore, e kuptoni ke mbroni apo jo. Me taksa u amori dhe ato pak fitime bizneseve të vogla dhe i përzuri nga Shqipëria, duke mos u lënë as një zgjedhje tjetër. Vetëm kaq do mjaftonte që Edi Rama të quhej armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë. Shkoj me tutje. Edi Rama në 12 vite volli dhe plaçkiti Shqipërinë sa as një pushtues tjetër në histori. 67 milion janë administruar nga Edi Rama këto 12 vite. Hiq rrogat dhe të paktën 90% e këtyre parave janë vjedhur. Vetëm dosjet e Akshit mjaftojnë që të kuptohet se incineratori nuk ishte një skemë vetmur, por një sistem vjedhje që përdoret për të gabitur 90 dhe herë edhe 100% të parave të shtetit nga vetrama, Baxhua, Baxhanaku i tij, familjarët e tij. Vjedhje të tilla vetëm një armik i pamshir është i aftë t'i bëj një populli. Sepse të vjedhish një kom për 13 vite, ti shkakton atij vendi pasoja shumë të rënda. Ti ndalon 13 vite zhvillimin normal që duhet kishte vendi, ndërkohë kur kombet tjera kapin dhe te kalojnë me vrap horizonte. Revolta dhe vetëm revolta. Revolta për largimin e tij është kushti i gjitha kushteve
për të fituar kohën e humbur. Ti Edi Rama le mbrapa popullin 13 vite me paga dhe pensione, ndërkohë që kombet tjera ecin pandalshëm drejt begatimit. Revolta dhe vetëm revolta për largimin e tij është rruga drejt begatimit për qytetarët shqiptar. Ti Edi Rama me një krim të vërtet kundër njerëzimit le të smurt pa ilaçe në mshirën e smundjes, siç e kemi parë të gjithë. Revolta dhe vetëm revolta për largimin e tij është rruga për të siguruar shërbimin mjekësor që të smurt meritojnë. Ti lën qytetarët në mshirë të fatit pas një përmbytje apokaliptike siç ndodhi në Durrës. Revolta dhe vetëm revolta është rruga për largimin e tij dhe rikthyer qytetarëve shtetin që meritojnë. Miq, kjo nuk ka një mandat apo dy që po ndodh, janë 4 mandate që Shqipëria po vidhet pa ndalim, vit pas viti. Po miqtë e mi, Edi Rama armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë nuk mjaftohet vetëm duke ndjedhur dhe për zërin shqiptar, por ai tani, pasi Bashkimi Evropian i tha se duhet përballet me ligjin, duhet përballet me drejtsinë për pasurinë që u ka vjedhur shqiptarëve ai dhe ministrat e tij si organizatë kriminale, ka vendosur të shkpusë Shqipërinë nga integrimin në Bashkimin Evropian, të shkatrojë ëndrrën e 10 brezave të këtij kombi për Shqipërinë zojnë në Europë. Revolta dhe vetëm revolta e shqiptarëve dhe largimi i tij është rruga për të mbrojtur ëndrrën evropiane si ëndrrën më të bukur të kombit tonë. Së fundmi, Edi Rama është armiku më i rrezikshëm i shqiptarëve, sepse ai kërkon t'i shkatrojë Shqipërisë dhe kombit shqiptar traditat. Kur më parë ndër shekuj ndonjë armik nuk ka ndërmarrë një sulm të tillë ndaj shqiptarëve dhe vendit tyre. Dhe nga të gjitha dëmet që Edi Rama i ka shkaktuar Shqipërisë, vetëm kjo nuk riparohet, sepse nëse ne nuk parandalojmë atë sot, ajo do jetë rrënimtare përfullimisht për ne. Shqipërinë e larguar mund ta rikthejmë me politika dhe incentivat e duhura. Parat e vjedhura do t'i gjejmë dhe t'ja u kthejmë një për një qytetarëve. Rrogat, pensionet, minimumi jetik do t'i 2-3 fishojmë. Të gjitha këto janë pjesë e programit tonë që paraqitëm në maj. Por miqtë e mi, nëse lejojmë këtë sekt anti-shqiptar të shkatrojë me të shenjtën familjen shqiptare, de facto është shkatrimi i Shqipërisë. Sepse familja ka qenë historikisht shtylla më kryesore e ekzistencës sonë. Ndaj dhe përgjigja jonë do jetë revolt dhe vetëm revolt për të mbrojtur familjen shqiptare, revolt paqësore, sepse ne jemi Partia Demokratike, me revolt paqësore ne shemën diktaturën hoxhiste komuniste, me revolt paqësore do shemim narkoshtetin e Maduros. Por ama, me revolt paqësore ndaj një armiku i cili e ka çuar Shqipërinë në pikën më kritike të ekzistencës saj. Çdo shqiptar duhet jetë i qartë sot në pritshmërinë që ka ndaj popullit opozitar kundër një armiku të tillë që sot ka gjithë pushtetet dhe mbështetet nga kartelët e drogës më të dhunshme, më të fuqishme në botë, nuk fitohet vetëm. Të gjithë e patju se çfarë ishte Edi Rama i aftë të bëj kundër gjykatës kushtetuese për të mbrojtur vjedhjet e tij. Ndaj cili do që mendon se një opozit mund fitojë zgjedhjet kundër atij, është jashtë këtij realiteti. E kemi thënë dhe themi përsëri, me Edi Ramën zgjedhje të lira nuk ka dhe opozita s'fiton dot kurrë një farsë elektorale. Të ri, burra, gra, njerëz të ndershëm, asnjë nuk ka të ardhme pa votën e lirë. Ndaj dhe për të patur për të votuar të lirë dhe me gjithet, të ngrihemi, të
të largojmë Edi Ramën nga pushteti, të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, drejt ardhmës që meritojmë. Çdo i ri që mendon të ndërtoj ëndrrën e jetës tij në vendin e tij, do të duhet të marrë ata me vete rrugëve të botës për shkak të narkoregjimit. Shqipëria është vendi i ëndrave rinore të dënuar. Sot çdo shqiptar dhe shqiptare që ka konsideruar dhe konsideron Shqipërinë e integruar në Bashkimin Evropian si të ardhmen me të ndritur të vetes dhe të vendit dhe kombit të tij, mos harroj se me narkoregjimin e Edi Ramës, dyert e hapura të Europës janë të mbyllura. Bashkimi Evropian nuk është klubi i hajdutëve trafikantëve, por është bashkimi i njerëzve të barabartë para ligjit, i votës së lirë, i shtetit ligjor. Ndaj dhe kam një thirrje për çdo forcë opozitare, për çdo opozitar të këtij regjimi, për çdo qytetar dhe qytetare të këtij vendi. U bëj thirrje jo si lider i partisë më të madhe opozitare, por si qytetar, si shqiptar i shqiptarit. Le të bashkohemi. Çdo opozitar, por dhe çdo qytetar që sot është kundër bashkimit, ta di mirë se turpron veten e tij para shqiptarëve. Kur ishte nevoja kundër Hitlerit, u bashkua Amerika me Bashkimin Sovjetik, ndërsa ne shqiptar, opozitar, nuk u bashkohemi dot kundër Edi Ramës. Ai që mendon se humbet votat nga bashkimi, harron se votat nuk kanë asnjë vlerë për sa kohë që Edi Rama është në pushtet. Por e kundërta, nga bashkimi dhe sidomos nga triumfi i bashkimit, largimi i Edi Ramës, të gjithë fitojnë. Jo vetëm do shtohen votat e secilit, por ato vota do kenë peshën dhe vlerën që meritojnë. Sepse do i rikthejmë zgjedhjet e lira dhe të barabarta, ashtu siç ishin ato në vitin 2013, zgjedhjet e lira në të cilat ndodhi rotacioni fundit i pushtetit në Shqipëri. Le të bashkohemi pra, le të bashkohemi kundër armikut më të rrezikshëm të Shqipërisë, Edi Ramës, jo për ideologji, as për politik, por për misionin më të shenjtë që një shqiptar mund t'i caktohet, shpëtimin e Shqipërisë. Do ta mbyll të fjalë me një thirrje për demokratët, për opozitarët dhe mbar shqiptarët që duan këtë vend. Keni sakrifikuar shumë, sidomos 4 vitet e fundit. Ju është dashur të veproni më shumë se sa si opozitar në kushte normale. Keni patur përballë kartelet e drogës, sulmet dhe mashtrimet e mediave të kontrolluara, mburojnë e lobinjeve ndërkombëtare të korrigjuara të korruptuara të narkoregjimit. Me idhrim kemi parë dhe tradhtar, lakej, pseudodemokrat që u larguan nga nesh dhe u bashkuan me flamurin e zi të Edi Ramës. Por jemi në kilometrën e fundit. Sakrificat tona nuk kanë shkuar dëm. 44 protestat u deshen për të çuar mrapa hekurave hajdutin e tretë më të madh të Shqipërisë. Me një betejë vigane kundër gazit dhe helmit, parandaluam grusht e shtetit që mbronte hajdutën e dytë më të madhe të Shqipërisë. Tani, radhën e ka hajduti kryesor, armiku më i rrezikshëm, më i pamëshirë i shqiptarëve, Edi Rama. Jemi në kilometrën e fundit, por mos harrojmë se kilometri i fundit kërkon dhe përpjekjet më të mëdha. Jemi shpresë e fundit e shqiptarëve. Le të hedhin ujë dhe gaz dhe çfarë të duan mbi ne, por përballë hajdutëve asgjë nuk na spraps. Shumë herë me të vendosur, shumë herë me të revoltuar, shumë herë me të bashkuar, shumë herë me të guximshëm, shumë herë me të palkundur në kryegëritjen tonë paqësore, rrof shiu, rrof Partia Demokratike, opozita shqiptare, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.